Edi Rama është kryeministri i vetëm gjatë 34 viteve që ka rekordin për numrin e madh të ministrave të brendshëm dhe drejtorëve të përgjithshëm të policisë, duke i ndëruar shpesh ata. Mesatarja e kohës së qëndrimit të tyre në detyrë është 16 muaj për çdo ministër nga 4 vite mandat dhe 27 muaj mesatarja e qëndrimit për çdo drejtor policie nga 5 vite mandat, ndërsa drejtorët e policive të qarqeve dhe shefat e komisariateve janë ndryshuar çdo 6 muaj ose 1 vit. Çdo ministër të brendshëm e drejtor policie të shkarkuar, Edi Rama e ka përcjell me lavde për arritje të larta ose me heshtje, ndërsa zëvendësuesit i quante garant për luftën kundër krimit. Faktet kanë treguar se rekordi i Edi Ramës për numrin e ministrave të brendshëm dhe drejtuesve të policisë që ka ndëruar në 13 vite nuk ka lidhje me forcimin e luftës kundër krimit, por me ndikimin dhe kontrollin e grupeve kriminale mbi kryeministrin, jo vetëm për ish-ministrin Tauland Balla, për të cilin u tha se e shkarkoi banda e troplinëve, apo ish-drejtorin Ilir Proda, për të cilin u tha se u emërua nga Ergyes Agasi dhe grupi Troplini. Por për të gjithë ministrat dhe drejtorët pas vitit 2017, është thënë dhe është pretenduar se janë emëruar me ndikim nga grupet kriminale dhe oligarkët e lidhur me Edi Ramën. Pasi i kanë shfrytzuar për punë të pista dhe pasi ka pasur reagime nga partnerët e sigurisë të SBA-BE, Edi Rama i ka shkarkuar dhe i ka zëvendësuar me të tjerë, por përsëri të rekomanduar nga grupe kriminale dhe oligarkë. Madje ishte lidhur dhe të afërt kanë qenë me grupe kriminale, sa ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj gjatë ushtrimit të detyrës kishte vëllain të dënuar me burg në Itali për trafik droge.